Të shtunën në prajm Gjesti tha se Danja kishte flirtuar me të, ndërkohë që banorja i tha që ai nuk ishte fare në preferencat e saj. Por pasi hyri Egli, Gjesti e ndryshoi totalisht skemën, duke ju afruar Danjës dhe duke i shprehur pëlqim. Ai që u vure hapur ishte afrimiteti i dy vajzave Danjës dhe Eglit, në momentin që kjo e fundit hyri në shtëpi. Danja ishte ndër të paktët banor që u gëzua që Egli u fut brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Në një moment, teksa Danja dhe Egli ishin ulur afër njëra tjetrës, Gjesti e përqafoi Danjën dhe pavarësisht se banorja i kërkoi të largohej, ai nuk po e bënte. "Nuk e do Kingun?" e pyeti ai. Ndërkohë që Danja iu përgjigj me ironi, "Unë mbaroj fare për ty."